Vazhdojmë kryen e ushtrimit. Alia këtu në parkimin paralel midis mjetëve, shikojmë si do ta kryejë ushtrimin. Duke parë pasqyrën e krahut djathtë në batimonin drejt. Sapo mjeti me gomën e pas me kaloi piketën, ndalon mjetin. Këqyt vendosin pik parkimi, paralel me mjetin e parkuar, kthehen rrotat djatha si ngranat marshjes mbrapa. Kur mjeti lëviz nga e djatha në maj dhe në pasqyrë shoferit, shfaqet piketa e mezit ose targa automjetit në teren. Kjo piketa bëhet ndalimi i dytë i mjetit. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Ndalimi i tretë, lëviz me mjetin drejt mbrapa, duke parë tre pasqyrat dhe vendos mjetin mbi vijën e parkimit. Vijat janë tre ngjyra: e bardhë parkimi pa para, blu me para pagesë dhe me ngjyra të tjera mjetit rezervuar. Në ndalimin e tretë kthehen rrotat majtas. Shikohen vijat e pandërprerë dhe piketat mos çënohen. Skanohet 360 gradë përmjet pasqyrave dhe kthimit të kokës. Nuk duhet çënohen pra piketat dhe vijat e pandërprerë. Duhet kthej rrotat djatha, thusi mjetin kuadrat. Në fund duhet drejtoj gomët dhe të raportoj. Shumë mirë ka një kryer ushtrimin, të nderuar